Bregdeti Darzezës është kthyer këtë të diel në një pistë të vërtet garash me kuaj, ku kalorës nga Shqipëria, Lugina e Preshevës dhe Kosova morën pjesë në një aktivitet të organizuar në kuadër të festimeve të 28-29 nëntorit. 16 garuesit konkuruan në 3 gara shpejtësie, në distanca prej 2 dhe 3 kilometrash, ndërsa organizuesit bën apel për mbështetje nga institucionet për sportin e hipizmit, duke theksuar se ka ardhur koha që Shqipëria të përfaqësohet në turne ndërkombëtar. Shpresojmë, mendojmë në bashkëpunim edhe me shtetin, qeverinë, që sportin e hipizmit ta çojmë përpara, pse jo mos të garojmë edhe në Europë. Aktiviteti u ndoq nga 10 qytetarë të moshave të ndryshme, të cilët krijuan një atmosferë festive përgjatë vijës bregdetare, ndërsa fitues u shpall Fjeraku Beso Shkrela. Pjesëmarrësit fitues të garave i bëjnë thirrje të apasionuarve të bashkohen. Nuk ka si të ndodhë të ndryshe, kampionja në fuqi. Luna! Luna! Kam bërë shumë gara dhe kampion dhe më thonë her për her jam. Kam fillu që në moshën 15 vjeç, që morë gara me kujt të racës dhe më thonë arab, angles edhe anglo-arab. Vija bregdetare e Darzezës është ndërruar shpesh në skenë të aktiviteteve sportive, duke afruar komunitetin me sporte tradicionale dhe moderne.